Fillimisht Allahun e madhruar falenderojmë për mirësitë, begatit, dhunti që Allah na I ka dhënë, për sytë që na I ka qelë, zemra që na I ka hapë, për Kur'anin që na ka zbrit, për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam udhërrufyes që na ka dhënë, për mundësinë që të ngritemi në nivelin më të lartë të raporteve të jemi vëllezër dhe motra së bashku në njën udhëzimeve të Islamit, qofshim së bashku edhe në xhenet. Pas salimit të Allahut, falenderoj vëllezërit, xhallarët që janë për kujdesë për këtë takim sonte, gjithë juve këtu që I keni ardhur, edhe mikun tim, edhe atë me cilin jena ballafaquar në misionet shumëta më herët. Allah është shpërblet për fjalët. Ndoshta këtyre fjalëve që I tha padyshim I gëzogjë dhe dashamir, po për këtë nder në fund të doktoratës që më dha, me një baba më gëzohet mas shumë, që se tha, bre birë janë veç të jemet, po bëjë doktora. Që që ja përseri babës që... Andaj të që përseri që pison të jëmë doktor. Një doktora që më dha një mik, që dashamir zotë I shpërblet, faleminderit shumë. Të nderuar pranishëm vëllezër dhe motra, sinqerisht kam kënaqësinë që sonte jam së bashku me juve. Nuk është hera e parë që ngjitem mbi këtë binë, nuk është hera e parë që jam para jush, para vëllezërve dhe motrave në Tetov, dhe sarë që ngjitem këtu ndi përjetime të njëjta, një ngrohtësi të një mikpritje të veçantë, sinqert, e cila të bën që sarë ftohesh të kthesh pa hezitim, të vesh duke lënë gjitha angazhimet e punët e tjera, ti përgjigjesh një thirrje që padyshim e din se kime gjetë një prezencë madhështore, një mikpritje masive, e sa të bën më uni shumë mirë. Faleminderit shumë. Sa I përket temës që është kërkuar sonte të flasim për te, padyshim se në Ramazan dëgjojmë ligjërata shumë të mësime të ndryshme, dhe shpresoj që gjitha këtu padyshim I shërbejnë kësaj teme. Kjo temë është që shërbehet nga gjitha temat e tjera. Veçanërisht në kohën tonë, kur njeriu zotëron drejtimin me të vërtetë të gjërave gjigande, zotëron drejtimin e anijeve kozmike, sateliteve të ndryshëm, aeroplanëve gjigant, anijeve të shumta, me fatkeqësisht ka humbur zotërimin mbi vetveten. E ka humbur veç për një fakt, për faktin se nuk e njeh pozicionin që atij I takon. Të ndryshëm për me drejtu një makinë, duhesh me ditë me drejtu, por para se me ditë, duhet me ditë ku më ul. Nëse ulesh në ulsën mrapa, nuk mund ta drejtosh. Nëse ulesh I kthym me shpinë ka timonin, nuk mund ta drejtosh. Duhesh të ulesh në pozicion e duhur, të kthehesh ka duhet, pastaj ti ndërmarrësh masën e duara dhe ta drejtosh makinën si duhet. Edhe njeriu ashtu. Fatkeqësia e njeriu të kohës sotshme është se nuk është në pozicionin e kërkuar. E ka ndruar pozicionin dhe për faktin se e ka ndruar pozicionin e ka humbur edhe menaxhimin dhe drejtimin e vetvetes. Refuzon me qenë rob I Allahut, refuzon që të jetë I përulur dhe I gjynzuar para shpallës së Allahut, dhe kështu që duke tentuar me ul në kariket e tjera, nuk e gjen rahatin, nuk e gjen qetësinë për faktin se të gjitha ato nuk janë të përshtatshme për të qenë ulse e njeriu. Andaj të nderuar, kur flasum për njeriu dhe shpalljen, ne flasum për një kujdes të veçantë të Allahut ndaj neve. Flasum për një përgëdhelje hyjnore ndaj neve, I cili nuk na lëshon dorën asnjëherë. Kujdeset për neve gjithmonë, mos të humbim, mos të bredhim, mos ta shndrojmë jetën në eksperiment, mos ta shndrojmë në humbje, por që nga dita e parë e haprimit në këtë dunja të shkojmë gjithmonë nga ngritja, arritja dhe suksesi. Shpallja është ngjarja më e madhe që ka ndodhur mbi fytyrën e tokës. Që Allahu të komunikon me njerëz në tokë për të udhëzuar ata, nuk ka ngjarje më madhore. Madje edhe shkputja e këtij komunikimi
është nga fatkeqësitë më të mëdha që na kanë ndodhur. Për këtë arsye ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çfarë do fatkeqësie që t'ju ndodh në dunja, kujtoni fatkeqësinë e vdekjes time. Nga se kjo pastaj gjitha fatkeqësitë i bën më pak me ndikim edhe më dobta. Baramendone sikur të ishte sot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si është situata. Çdo përgjigje që vjen nga qielli, çdo problem zgjidhet nga qielli e kështu me radhë. Andaj ka qenë një grua në Kuba ka banuar, ka qenë si nëna e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Çdo javë e vizitonte pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka pasur Ummu Ayman. E kishte të afërt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa që edhe flinte në prehrin e saj. Ajo ja fërkonte kokën e i flinte në prehrin e saj. Dhe vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tashmë Ebu Bekri dhe Omeri radiallahu ta'ala anhu vazhduan me e vizitu këtë grua, pasi që e ka vizitu në vazhdimësi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Të ndëruar kur shkuan me e vizitu këtë grua, ajo filloi me qanë. Ata menduan se po qanë pse s'është në pejgamberi me ardhë e t'ja përgdhel kokën. Ata menduan se po qanë për mungesën fizike të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, andaj thanë, me të vërtet pejgamberit të Zoti ka gjetë më mirë sa që pa në dunja. Qëllin ngushlimi. E çfarë tha Ummu Ayman? E di, tha vallahi, se pejgamberi ka gjetë më mirë se që ka pas. Por tha ne këpotëm komunikimin me qiellin, andaj po qajat. Në s'ka mu ajete, s'ka mu sure. Ta shka përpjekë na si e kuptoj mirë, po është ndërprej komunikimin me qiellin, andaj ai që ne përcilte komunikimin ai ka shkuar. Kështu e kam lësuar shpallën të ndërruar vëllezër dhe motra. Kështu e kanë çmuar këtë komunikim, e kam lësuar këtë begati, për shkak se në këtë shpallë e kanë gjetë udhëzimin, vetveten, orientimin, fuqinë për ta menaxhuar vetveten e krejt ato që ka njeriu në bën njeriu në jetën e kësaj bote. Je jap atë që Allahu ja ka dhënë me të vërtetë që ta menaxhon si duhet jetën e kësaj bote. Shpalla të ndëruar me cilën pjesë të qenjes tonë komunikon, cilën pjesë e fuqizon, që tashmë ajo ta merr timonin në dorë, me zemrën. Nga se Allahu xhallahu ala e bëri zemrën lider të qenjes. Dhe nuk ka gjymtyr tjetër që komunikon me shpallin përveç zemrës. Dhe zemra vetëm këtë mënyrë fuqizohet dhe dominon pastaj mbi epshin dhe menaxhon atë. Në momentin kur njeriu shkputet nga shpallja, nuk e ushqen zemrën me shpallje, por fokusi i tij kryesor është aspekti material, atëherë nga aspekti material përfiton epshi e jo zemra. Ajo dobësohet, ndërsa epshi fuqizohet e dominon zemrën, madje pastaj edhe menaxhon dhe bën për veti që përmes zemrës ta menaxhon syrin, e gojën, e veshin, e tërë trupin e njeriu. Prandaj, për t'ju kthyer vetvetes me shpallje, duhet t'ia kthejmë zemrën në pozitën që i takon. Sikur që tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në trupin e gjymtyr, nëse ajo është në rregull, i tërë trupi është në rregull. Nëse ajo është, domethënë, jo në rregull, nuk është në pozicion që duhet, i tërë trupi pastaj është i çrregulluar. Tha ela wa hiya qalb. Tha kjo copë është zemra. Sot e shohim që njerëzit pak kanë, sinqerisht, pak kanë angazhim për zemrën. Nëse pak ke shtrëngim në gjaks, bën me 10 rëngjizime. Viziton me 10 kardiolog, që gjesh një qetësi në diagnozën e kërkuar dhe ta marrësh trajtimin e duhur. Ndërsa, a keni dëgjuar ndonjëherë dikush që ankohet nga zilia në zemër dhe shkon tek mjeku i zemrave e kërkon zgjidhje për zilin, apo urrejtjen, apo mungesën e adhurimit nuk po e gjen si duhet e kështu me radhë? A dini pse ndodh kjo punë? Për shkak se shpallja nuk e ka pozitën ku duhet. Nuk kemi komunikim si duhet me shpallën. Ibn Jauzi rahimullah të ndërruaz nga dietarët e mëdhej thot: një herë e humba kënaqësinë e adhurimit. Do të thonë, si pasojë një përjetimi të një lavdate, thot e humba kënaqësinë e adhurimit. Nuk e gjeja më atë kënaqësinë e adhurimit. E përmendja Allahun, po nuk qetësoi zemra. Falesha, po nuk e gjeja qetësinë. Dhe fillova me kërku zemrën. Shikoni, thot fillova me kërku me sadaka, jep sadaka, po nuk u kthente. Shkova tek varrezat, nuk u kthente. Shkova atje, lexova, nuk u kthente. Derisa luta Allahun sinqerisht pas disa kohë, një muaj sa, o Zot, ma kthe zemrën që e pata nga së në humba.
do të më ktheu Allahu xhallahu ala dhe u kthy për jetimi. Muhamedi ibn Sirini para kësaj ka thënë të ndërlozër se isha duke u kënaqur me namazin e natës derisa nuk e përgojova në njëri. Pastaj u privova nga namazi i natës një muaj të tërë. Këta njerëz që e dinin se çka është zemra, këta që e dinin se si orientohet dhe ku është kënaqësia, e kërkonin zemrën tek shpalla Allahu te bareku teala. Sot shpalla fatkeqësisht në vëzër dhe motra nuk e gëzon respektin e duhur në mes të njerëzve. Prandaj as njerëzit nuk e gjejnë rrugën për me dalë nga labirinti i kësaj dunjaje që vazhdimisht bredhin dhe ta çon mallin si ajo që Allah përshuan Beni Israelit që janë sill, prapë janë këtu në pikën e njëjtë. Janë sill, prapë pikën e njëjtë. 40 vite me radhë jetihun e filart. Kanë bredhën për tokë, duke menduar se po e gjejnë rrugë dalë pas e kanë gjetë. Sot njeriu bredh, kërkon dhe pyetjeve më esenciale nuk din me dhënë përgjigje, për faktin se nuk i kërkon ku duhet. Prandaj ne duhet të kthehemi shpallës së Allahut te barekoteala. E ky kthim të ndëruar nuk kupton disa procese më rëndësi, dua t'i përmani vetëm të ripetyne. Çështja më esenciale që ka të bëjë me shpalljen, që përmes saj t'i kthehemi veteve tona, ta njohim veten tonë dhe shumë të arritura tjera që do t'i përmani në fund, procesi i parë më i rëndësishëm është ta kthejmë shpalljen në vendin e duhur. Ku e ka shpallja vendin? Në epicentër, në bazën dhe themelin e jetës tonë. Që gjithmonë atë të kthehemi, sikur se Allahu tha, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Në momentin kur keni mos pajtime, kur keni huti e bredhje, kthehuni tek Allahu dhe i dërguari i tij. Ta kemi në epicentër shpallën çfarë ka thënë Allahu xhallahu ala dhe pejgamberi alayhi salatu wasallam. Kështu na ka mësuar dietar të hershëm të nderuar. Kështu bënte Abu Hanifa rahimullah thonte se përpjekja ime është personale, ndërsa synimi më është ta gjej çfarë ka thënë Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wasallam. Imam Shafiu rahimullah kështu në një diskutim me një prej nxënësve të tij, ai ia dha një hadith që nuk ishte në përputhje me mendimin e Imam Shafiut. E atëri i tha, o hoqë, çfarë do të bësh në raport me këtë hadith? Imam Shafiu tha, a nuk më konsideron musliman? Çfarë bëj tjetër? Ta përplasi fjalën time për tokë e të marrë çfarë ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E kishin në epicentër, në bazë, në themel, çfarë ka thënë Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam. Gjithashtu të nderuam, nga procesi i rëndësishme të rikthimit tek shpallja është nënshtrimi pa rezervë, pa kalkulime personale dhe të interesave materiale. Shumë njerëz sot besimtar fatkeqësisht, momenti kur ballafaqohen me një argument nga shpallja, derisa të binden në nënshtrim, kalojnë për disa procese të kalkulimit. Nëse e zbatoj këtë urdhën, nëse largohem nga kjo ndalesë, çka ndodh me pasurinë time, çfarë ndodh me famën time, çfarë ndodh me mua? Jo sikur që e dëgjuam vargjet apo përjetimet e asaj motrës që është bë muslimane, e cila gjitha kalkulimet e kësaj dhunje i kalin anash për t'i hapë zemrën shpalljes. Ky është procesi që na duhet. T'i hapim zemrën pa kalkulime. Dhe duhet që pikërisht më pëlqeu fjala që e përmeni shtëpi, sikur që e kam thënë edhe në disa raste më herët, se shpallja në raport me zemrën nuk duhet të jetë musafir, por duhet të jetë zot shtëpia. Njeriu kur të futet në shtëpinë e tij nuk merr leje për të futur në asnjë cep të shtëpisë, as në dhomë caktuar, as në banjë kudo qoftë, është shtëpia e tij. Musafiri po merr leje, a bën apo s'bën. E shpallja nuk duhet me kërku leje, a bën më fut në këtë pjesë të jetës, e a bën më fut në këtë pjesë të jetës, por duhet jetë zot shtëpia. I themi urna, kjo është shtëpia ime, kjo është jeta ime dhe ti bën me të çfarë të duash. Kështu i thon sahabët pejgamberit alayhi sallam. Ja, kjo është Medinja jon, kjo është shtëpia jon, kjo është pasuria jon, kthehemi ne. Bën me neve çfarë të duash. Madje i than, nëse jam syn detit, do të jam syn së bashku me ty. Kjo është padyshim ajo që kërkohet sot. Për faktin se atë pjesën më të rëndësishme kemi të kaluar, bindja se është fjala e Allahut. Bindja se Allahu din më së miri. Bindja se Allahu nuk na ngarkon për te mundësive tona. Bindja se Allahu nuk ka interes për neve. Këtë atë që Allah e kërkon nga neve është në dobin tonë. Andaj pas këtij deklarimi, çka mbetet përveç nështrimit? Çka mbetet përveç dorëzimit, karshi asaj që e ka përmend Allahu në
në shpallje. Prandaj duhet që me të vërtet t'ja hapim zemrat fjalës së Allahut, veçanërisht në këtë muaj të Kur'anit të nderuar të mëshëm. Edhe të bëjmë një ballafaqim të sinqert mes jetës tonë, mes veteve tona, mes komplet organizimit të jetës në përputhje me atë që Zoti e ka pranuar në Kur'an. Ku jemi ne? Si jemi ne me këtë organizim? Si jemi ne me prioritetet e Kur'anit? Temat e Kur'anit a janë temat tona? Pyetjet e Kur'anit a janë pyetjet tona? Problemet që ngrit Kur'ani a janë problemet tona? Apo kemi shpërputhje të mëdha mes asaj që na bëjmë edhe asaj që Kur'ani kërkon nga ne? Të nderuar, shumë ka pyetje sa që njerëzit bëjnë. A janë ato pyetje që Kur'ani kërkon? Shumë ka tema madhore që Kur'ani vazhdimisht na sjell rreth tyre, a janë tema tona ato? Sot kush na imponon temat? Kush na imponon sot realisht çështje që na më të mirën? Fatkeqësisht shpeshherë referencë për kënja mediumet që kanë për qëllim klikimet, përfitimet, ndërsa më spaku ti je interesi tyne, në kuptim të përmirësimit. Dhe njerëzit mirën me ato tema që hudhën në tregun e diskutimeve të njerëzve, duke qenë anash tema që Allahu i ka ngrit dhe kërkon nga njerëzit më marrë me to. Shikoni për shembull për çfarë tema Allahu flet në Kur'an. Tema më madhore që Allahu për të flet në Kur'an është tema që ka të bëjë me Allahun te barekuta. Njohja e Allahut xhalla xhelaluhu. A njohim Allahun xhalla xhelaluhu? A një Zotin ton? Kush është ai që të ka krijuar? A është temë diskutimit? A është temë interesimit? A është prioritet Allahu xhalla xhelaluhu? Apo më shumë na intereson jeta e dikujt? Për shembull, mund të jetë nga elita, mund të jetë nga estrada, kushdo qoftë. A nuk është e tmerrshme të nderuar vëllezër? A nuk është e tmerrshme që në mesin e besimtarëve, në mesin e popullit që është deklaruar si shumicë muslimane, të zbrazën e boshatisën rrugët, kur në emisione prezantohen shtëpit, ku flitet për intimitetin e privatësi e njerëzve më shturur të mundshëm apo, dhe njerëzve që fatkeqësisht asnjë vlerë njerëzve nuk promovojnë, përveç dëgjenimit dhe shturës. E njerëzve intereson e çka do i thotë tash ky asaj, e si ajo do t'ia kthen këtij, e kështu me radhë. Që kjo është tema kryesore e shumë njerëzve apo, ose për shembull sa ushit filan futballeri, e sa shkoi ky, e sa është pasuria këtij. Ja këtu janë temat. E ku është Allahu në jetën tonë? Ku është pejgamberi alayhi salatu wasalam? Prandaj kur e humb orientimin e tema, kemi humb edhe vetveten. Allahu xhalla wala në çdo sure flet për ahiretin, flet për përfundimin tonë. A dini çka na prat nga vdekja tutje? Një rrugë gjatë, plot probleme, sfida të lashe. A bart këtë galeti, si do ja bësh? A ke informata për atë botë atje? Të nderuar, a dini sa jemi të privilegjuar sinqerisht me detaje të udhëtimit deri në fund? Askush nuk e din përveç neve si musliman. Ti e din që nga momenti kur i mbyll syt, e deri në fund çka ndodh me ty, ka do të shkosh, çfarë do të ndodh. Allahu të ka përgatit me të vërtet me detaje të informatave që asgjë nuk ka mundësi me të befasu, kurgjë. Neve s'na befason kurgjë në dunjë, absolutisht s'na befason. Jemi të përgatitur për çdo situatë, edhe pse nuk e dim çka do të ndodh. Pse? Nga se e dim se është me caktimin e Allahut, nuk ndodh pa lejen e Allahut. Prandaj çfarë themi? Allahu e ka caktuar dhe ne e pranojmë. Pastaj pas vdekjes, a befasosh? A befasosh me ardhin me lekut e kur të pyet, Zoti yt, feja jote, pejgamberi, a befasosh? Jo. Pashka që të ka mësua Allahu dhe pejgamberi alayhi salam. Por nëse këto tema nuk janë bosh të interesimit tonë, nuk janë epiqendra ka sillemi ne, do të befasohemi madje shumë herë edhe jo këndshëm me ato çka do të ndodh me neve në dunjë edhe në botën tjetër. Prandaj nështrimi i parazer dhe që nga ky nështrim të fillojmë me temat e Kur'anit, ato të bënë bosh të jetës tonë, i diskutimit tonë, familjar e shoqëror. Dhe procesi i tretë i fundit i rikthimit tek shpallja për të rikthyer ka vetvete të ndërvëllëzër është që ta rregullojmë kuptimet tona në përputhje me rregullimin që ja ka bërë Kurani kuptimeve të tilla. Sot ka shumë koncepte që qarkullojnë në mes të njerëzve, por fatkeqësisht të definuara
dhe të ndërtuara nga burime tjera, nga referenca tjera, jo nga referenca shpallës. Si e ka kuptu njëri lirin sot, lirin individuale? Kryesisht të ndërlodhë shikoni edhe meditoni. Liria sot kryesisht ndërlidhet me lirin e mëkatimit, jo me lirin e adhurimit. Liria e mëkatimit sot është e garantuar, por jo edhe liria e adhurimit. Apo? Për shembull, sot kemi ende betejë se a më u falë për shkolla apo mos u falë. A do e falim gjumon apo do e falë gjumon? Apo a do të shkon një vajzë mbuluar në shkollë apo nuk do të shkon mbuluar në shkollë? Betejë. Mirë po, liria tjetër është plotësisht e garantuar. Ajo që realisht ka të bëjë me epshin, me përmbushjen e aspektit material e kështu me radhë. A është kuptuar si duar drejtësia në mes e njerëzve? A është kuptuar si duhet, për shembull, shumë koncepte tjera që na ka mësuar për to Allah dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E Muhamedi alayhis salam të ndërrua vëllezër dhe motra, shpeshherë i mësonte sahabët përmes pyetjeve se a dini kush është ky? A dini kush është ky? Që fillimisht të dëgjon nga ata çfarë ata dinë e pastaj po e të kuptimin e duhur të konceptit që për të po fliste. Për shembull, pejgamberi më tha, e të drune me një muflis, a dini kush është i falimentuar, kush ka humbë? Thonë sahabët, tek ne, tek ne, i falimentuar është ai që ka humbë pasuri, s'ka dinara, s'ka dirham. Çfarë tha pejgamberi? Sa është i falimentuar kjo? Çfarë falimentuar kjo? I falimentuar, i dështuar është ai i cili vjen ditën e gjykimit me namaz, me agjërim dhe sadaka. Shiko, këto tri adhurim madhore, mirë po, ka ofendu këtë, ka të shak këtë, ka marrë pasme këti, ka godit këtë, e pastaj këta marrin nga sevapet e ti, dhe nuk i mbetet asgjë nga sevapet. I dështuar qenë ka ai që s'ka sevape, jo ai që s'ka parë. I dështuar është ai që nuk ka ndërtuar raport me Allahun, e jo ai që s'ka ndërtuar raport me pozicionet e caktuara të dunjas. I dështuar është ai i cili nuk ka pozitë tek Allahu, jo ai që s'ka pozitë tek njerëzit. E cila është ai që është reale tek njerëzit? E kundërta fatkeqësisht. Prandaj të nderuam, ne duhet t'i kthemi koncepteve kuranore. Të kuptojmë çka liria, çka drejtësia, është shumë tjera. Sot fatkeqësisht shumë nga motrat tona kanë ra viktim e thirrjeve dashakeqe të lëvizjeve të shumta feministe, apo që t'ia kthejnë disa të drejta fatkeqësisht të shtrembruara e të deformuara. E mendoj se këtu janë thirrje dashamirëse. Duke e përmbysur familjen, duke rebeluar anëtarët e familjes kundër njëri tjetrit, duke i mësuar fëmijët që prindi nuk është referencë, duke i thënë gruas se tu nuk je shërtore e burrit e kështu me radhë, nuk je ti robnesh, ti je lirë. E liri e pastaj çka të bësh robnesh e dikujt tjetër, jashtë shtëpisë tënde e kështu me radhë. Probleme që po ngulfatin familjet tona. Pse po ngulfatin? Pse se kemi sot menaxhimin e familjeve tona? Pse s'kemi menaxhim mbi fëmijët tonë? Pse? Pse ankohet sot prindi s'po ngon djali, s'po ngon vajza, për çfarë arsye? Për faktin se e kanë u preferencën, i kanë u konceptet. Andaj secili antar i familjes sipas tekeve ti e kupton lirinë, e kupton drejtësinë, e kupton integritetin personal e kështu me radhë. Ti kthejmë referencës, të dakordojmë se referenca ime është çka ka thënë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kjo është liria. Kjo është e drejta. Kjo është e mira. Andaj kjo është më u kthy vetvetes, më u kthy referencës, më u kthy kuptimeve duhura. Të nderuar, nuk mund t'i kthemi vetvetes nëse nuk e njohim vetveten. E ku e njohim vetveten? Ku e gjejmë për kufizimin për veten tonë kush jeti? Për atë se fjalët e Allahut te barekuta. Shikoj çish Allahu ka folur për ty. Çka thot Allahu për ty? Kur flet Allahu xhalla wala për ty, nga ana e Zotit xhalla wala flet me nderim. Wala qad karramna bani Adam. Ne nderuam bijtë Ademit. Ne e krijuam njeriu. Ne e krijuam. E ndërimit shumëta. Na i tham me lajkeve miron sejdë Ademit. Nga ana e Allahut gjithë i nderuar je. Nga ti, nga brendja jote. Allahu thot: "Wa khuliqa al-insanu ajula." Njeriu është shumë i ngutur. Njeriu është pastaj e ka paniku. Njeriu është, domethënë, kopras. Njeriu është i tillë. Çka nuk kupton kjo? Se Allahu te barekuta me këtë shpallje të ka nderuar që ti largosh këto probleme e
ti menaxhosh si duhet për të shpëtuar nga këto që realisht njeriu në ngulfat në jetën e kësaj bote. Prandaj nuk mund të kthehemi te vetvetja nëse nuk kthehemi tek shpallja. Nuk mund të kthehemi tek shpallja nëse nuk e kemi në epicentër shpallën. Nëse temat e shpallës nuk janë temat tona. Nëse pyetjet e shpallës nuk janë pyetjet tona. Nëse çështjet e shpallës nuk janë çështjet tona. Nëse kemi në shfrim të rezervuar, të amendsuar, nuk mund t'i kthehemi shpallës e as vetvetes tonë. Nëse nuk i sinkronizojmë kuptimet tona me kuptimet e shpallës, nuk mund t'i kthehemi kur vetvetes, nga se kur s'ne me njoft vetveten të nderuar vëllezër dhe motra. Prandaj Allahu xhalla xhelalu na ka obliguar që të kthehemi. Dhe në përmbyllje, nëse i kthehemi shpallës, i kthehemi vetvetes. E kur përmes shpallës i kthehemi vetvetes, çka ndodh tek ne? Edhe këtu janë 3 procese që i kom përmbledh, shkurtimisht po i përmend. E para të nderuar, kur shpalla na thret ti kthehemi vetvetes, na thret ti kthehemi përmes Allahut azza xal. Nga sa ai që nuk kthehet tek Allahu, nuk mund të kthehet tek vetvetja. Ai që nuk e njeh Allahun, nuk e njeh vetën e tij. Wala takunu kalladhina nasullaha fa ansahum anfusahum. Mos u bëni sikur ata që e haruan Allahun, e Allahu bëri çfarë të ndodh, ta harrojnë vetveten. Prandaj shpallja na thret që duke u kthyer tek Allahu, ti kthehemi vetëve tona. Ti kthehemi asaj që Hoxha tha, natyrshmërisë së pastër që Allahu na ka krijuar. Na që Allahu ka gdhendur brenda vetëve tona la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Këtë e ka gdhendur Allahu brenda. Natyrshëm besojmë në Allahun dhe natyrshëm besojmë në Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe matutje të vazhdojmë. Në vazhdimsi ti kthehemi Allahu xhalla xhalla, një kthim të fuqishëm që nuk kupton fillimisht praktikën e gjitha asaj që na pengon të lidhemi me Allahun xhalla xhalla, ato janë padyshim punët e pahishme dhe mëkatet. Nga proces e rëndësishme që ndodhin kur na i kthehemi shpallës dhe vetes tonë është se shpallja duke na kthyer tek Allahu dhe duke na kthyer tek vetvetja, na kthen tek qëllimi i jetës. Tashmë kemi referencë, tashmë kemi fjalor, tashmë kemi orientim dhe tashmë kemi qëllim. E dim realisht çfarë bëjmë, pse e bëjmë. Dhe jeta merr një arsyeshmëri të plotë, kompletuar, nuk është më e rastësishme, nuk është më diçka e pa kuptim, nuk është më diçka e psharake, e pa arsyeshme, por është në përputhje të plotë me arsyen e shëndosh. Sa ka vepra sot të nderuar vëllezër dhe motra që njerëzit i bëjnë dhe s'ka kurrë arsyeshmërie. Se kupton thjesht pse bën njëri këtë punë. Sinqerisht, me çka arsye ta? Sikur që e përmana për shembull, ato shtëpi që po i bëjnë dhe në mediume po shfaqen. Ma trego çfarë arsyeshmërie ka që të ketë një shtëpi tillë të shikuar. Për shembull, me pyet njëri, sipas arsyes tënde të shëndosh, pse meriton ky program të shikohet? A ka arsye? S'ka arsye. Ka epsh, ka kurreshe të pamenaxhuar, ka zbrasi dhe boshllëk. Ka realisht manipulim të vazhdueshëm për faktin se nuk ka qëllim në jetë, nuk din çka më bëj. Sikur që thonte Hasan al-Basri për disa njerëz, sikur të kishte mundësi me u ble koha, u kisha ble do njerëz që po i shohin atë badi halla. Apo e kanë kohën kot, nuk ju duhet njerëzve kohë. Prandaj s'ka qëllim, nuk ka punë, nuk ka projekt jetësor. E shpallja këtën të qëllimi, ti e kriju për sërim të caktuar dhe duhet gjitha aktivitet të jetës me i organizu dhe me i sinkronizu dhe me i orientu në shërbim të këtij qëllimi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Njerëzit i kam krijuar për të madhuruar. Adhurimi është projekt juan madhur. Na kemi rol këtë dunja, ta ndërtojmë këtë botë me adhurim, me përkushtim e me atë që Allahu te barekuta ka kërkuar nga ne. Prandaj nuk kemi kohë për humbur në emisione të tilla të kota. Madje edhe shumë tjera, nga se jemi të angazhuar me punë më të mençura, më përmbajtësore, më kuptimplote, më domethënëse. Kjo është ajo që e bën shpalla me neve. Në orienton dhe në jap qëllim, dhe jap kuptim çdo gjëje. Madje të ndëruar akoma këndshëm se kur ti në bukën që han ka kuptim, në ujin që e pin ka kuptim. Gjithçka merr kuptim. Për te ngopjes materiale, ka kuptim për te kësaj, diçka e një dimensioni komplet tjetër.
Ti kur flan ka kuptim pse flan. S'është vetë kërkesa e natyrshme, po diçka për te kësaj. Ti edhe kur vjen këtu me ndëgju ligjëratën ka kuptim. S'është vetë thjesht, s'kam çka të bëj, apo hajt shkoj shikoj kush erdhe, kush shkoi, çfarë po ndodh. Jo, ka kuptim. Madje edhe në atë që të mungon ka kuptim. Ka kuptim. Edhe pasuria ka kuptim, edhe vafnia ka kuptim. Edhe shëndeti ka kuptim, edhe smundja ka kuptim. Gjithçka ka kuptim te besimtari. Gjithçka ka një arsye, e ka një ursi pse ndodh. Dhe aftësia e besimtarit për t'i lexuar këtë ngjarje e bën të veçantë. Prandaj të ndërrua vëllezër, nuk është sot analfabet ai që nuk din me lexuar shkronjat e me lidh. Kjo ka kaluar. Mendoj që analfabetizmi kryesor është mos me ditë me lexuar veten kush je, qëllimin e jetës, ngjarjet pse ndodhen rreth teje, çon Allahu argumente nuk din me lexuar. Ky është ai analfabetizmi kryesor. Prandaj për me e luftu këtë analfabetizëm ndaj vetvetes, ndaj qëllimit, ndaj begative, mirësive, po dhe sprovave, fjala po ka qenë Iqra. Lexo, mëso me lexu. Çka me lexu? Me lexu jetën, me lexu ngjarjen, zhvillimin, begatit, lexo pse Allahu ta ka dërguar. Lexo pse Allahu ta ka dërguar. E kështu me radhë. Prandaj aftësohesh me kuptu jetën dhe me dhënë kohën e duhur. Dhe në fund të ndërum shpallja nëse bëhet që përmena në epicendre, këtë tjera të kështu më radhë, krahas që në këthën tek Allahu, në orienton ka qëllimi dur edhe një gjebën. E kjo është mendoj shumë e rëndësishme për kohën tonë, për kthimin tek vetvetja. Na bën që të miremi seriozisht me tmetat tona, duke mos pas kohë t'i shohim e t'i ndjekim tmetet e tjera. Allahu Gjelle wa tha, balil insanu ala nafsihi basira. Njeriu e nje vetën e tij më së miri. Walau alqa ma'adira. E pse tenton të arsyetohet, e të justifikohet, e të e din njëri vetën e tij. Prandaj të ndërruar vëllezër dhe motra, Kurani na ballafaqon me vetveten. Ky je ti. Kat fshihesh, kat kat e mashtron. Më mirë këndellun këtë dunja. Njihi tmetet e tua, merr me to, përmirësoje veten tënde, mos e injoro, nga se ka marrë një ditë kur krejt kime i pa, por në pamundësi me i përmirësu. Krejt kime i pa, por në pamundësi me ndryshu. Prandaj të ndërruar vëllezër, Hasan el-Basri rahimullah, një ditë me ne ka nejt me njëri, e pranë ty në kalin një gjenaze, e tha Hasan el-Basri rahimullah, çfarë ta mërmenja kishme bo këj njëri, sikur kishte mundësi më u këtë në dunja. Tha kishte më mo me vetë vetën, me përmesimin e vetës ti, kishte me shtu adhurime, kishte më u pëndu e kështë më radhë. E atër, Hasan el-Basri ja tha këtë që unë e u përmana. Tha nëse kësë mundet, ti mundesh. Ti sot mundesh, mos hup në kohë me tmetet e njerëzve, mos u merr me probleme që nuk janë tujat, jashtë kompetencave tua, jashtë përgjegjësive tua, nga se ti ki përgjegjësi për veten tonë dhe familjen tonë. Sikur që tha Allahu xhallahu në Kur'an, ku anfusakum wa ahlikum nar. I lutem në fund, merr në këtë ajet paroll, merr në këtë ajet vendos në kudo qoftë që të jetë me të vërtetë një orientim jetës tonë, ku Allahu tha, rune veten e juaj dhe familjet e juaja nga zjarri i xhenemit. Çka nuk kupton? Aliu tha radiallahu anhu, e komentoi këtë ruajtje çka nuk kupton, tha, mësoni dhe edukoni. Mësoni islamin, edukoni frymën të islamit, kthehuni Allahu te barekuhu teala por t'ju kthy vetvetes, njihni veten mirë kush jeni, flakni mangësi, dobësi, kërkoni falë tek Allahu, pendohuni, përpjekje vazhdueshme për të ngrit, për ta ringjallë këtë zemër, për ta kthyr ka Allahu xhalla xhelaluhu, e që pastaj nesër të gjykimit, çdo proces që ndodh të themi e di, e kam lexuar, jam përgatit, i gatshëm jam për çdo ballafaqim, e që peshurat vjen e rënd, ndërsa llogarinat vjen e lehtë dhe gjykimi vjen gëzimi i madh që Allahu na thot, hyni në xhenet nga sa ka fal mëkatet juaja. Allahu na udhëzoj në drejt. Allahu na përmirësoj zemrat tona. Allahu na ruaj nga zhvendosja, nga hutia, nga habia. Allahu na ruaj nga zhurmuese shumt që nganjëherë pengojnë me dëgju fjalën e Allahut. Fjalën e pejgamberit alayhis salam, na mundsof që të gjejmë qetësi, gjeni kohë për veten e juaj.
nuk është as kush më i rëndësishëm se ju, pastaj vijnë tjerët. Andaj, sikur që edhe është udhëzim në aeroplan, nëse ndodhi çka, çfarë thot ai? Spari vendose në gojë për vete, pastaj fëmijët tënë. Ti nëse shpëton, shpëtojnë tjerët. Nëse na humbim, humbin tjerët. Na bëft Allah shpëtimtar për njerëzit, po spari për vetën tonë. Faleminderit shumë.